emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimbrama kudo që në ndisi të ndrum, shikus. Njeriu me pesh politike i dyti në vetëvendosje, shkryetari i kuvendit, Glau Konjusa, mbrëm në një intervistë te kolegu Leonard Kërçuku në T7, u paraqit me një gjuhë krejtësisht tjetër nga narrative që deri sot e demonstron lëvizja vetëvendosje. Kryetari i saj, zoti Kurti, sidomos tek akuzat që janë në vlim e sipër nga kjo lëvizje kur i referon akuzave, po them, ndaj oponentëve që janë bashkëpunëtor me listën serbe, me Selvin, Perveriun, e të tjera. Konjusa tha mes tjerash, me mpyt mu, PDK, LDK e tjerë, edhe Albini menon kështu, se nuk janë me listën serbe. Një gjuhë që ja vlem për të analizuar me kolegun Afrim Kasolli. Faleminderit te Kasolli. Nësiret. Jo vetëm për oponentët, por edhe për media, për mos prezencën në media, për shumë çka tjetër, e pam një diskurs krejtësisht tjetër, me argumentimin se na ka dalë analiza jonë që kjo sjellje nuk është në rregull. Sa ti besojmë tash? Ti ndryshime nëse më ta them. Në fakt, unë do ta çoja një lloj shtihimi të ri, apo kupton, një lloj përpjekje që të shfaqen me një petk tjetër, por që janë një llojtit. Nuk shoh ndonjë ndryshim të madh, sepse lëvizja vetëvendosje besoj para shkosa në aspektin doktrinar i qëndron besnike atyre që i ka shpallur si parime, siç e patë dhe siç e dëgjuam edhe zotin Kurti gjatë një tubimi në Zvicër që e analizuam edhe dje që tha që vendi mund mos ketë institucione nëse ky nuk i fiton 50%. Fakt ajo është e vërteta e lëvizjes vetëvendosje, por kjo prezencë në media do thotë dje dhe në Kanal 10 para pak dite lideri të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, mu më duket si një lloj investimi, si një lloj përpjekje që mbase për të tentuar që të shfaqen para opinionit publik si një lëvizje normale, nga se kanë frikë apo kanë edhe dhona, tash ne nuk e dim se cilat janë arsyet që kanë çuar në këtë ndrim të befasishëm, që ajo çështja agresive që kanë ndjekur si në raport me oponentët e tyre politik, ashtu edhe në raport me gjitha segmentet e shoqërisë që nuk janë pajtuar me ta, duke i diskualifikuar si e keqja e këtij vendi, mund të ketë pasoja elektorale. Pra, do është një përpjekje për të masku, për ta realizu atë qëllim që kanë pasur po ashtu me sjelljet e deridjeshme politike. Ndërkohë e analizova me vëmendje, nuk është që pat pendes nga zoti Konjusa. Nuk ishte pendes, nuk ishte kërkim falje para opinionit publik që sjellja jonë politike ka qenë e gabuar, por ishte një lloj çështje dinake për ta relativizu atë që deri më tani ka bërë lëvizja vetëvendosje. Do thotë në kohën kur moderatori ja përkujtonte deklaratat, ai insistonte vetëm që të shmangishin ato se s'kan peshë serioze. Nuk mund të thuhet që s'kan peshë serioze sepse ato kanë pas ndikim në opinionin publik. Sikur se të rasti i antarit në KXZ. Dhe shumë të tjera, po edhe unë tha e di çka mendon Kurti, por opinionin publik nuk është me rëndësi Glauku çka e din çka mendon Kurti. Por opinionin publik, deklaratat e Kurtit janë publike, janë evidente, ato mund dëgjohen me zë dhe mund të dëgjohen me zë dhe të shihen me sy. Pra, ajo është Albin Kurti opinionit publik, jo ai çfarë një në jetën private nën kryetari i tij. Me gjuhën dhe me veprimet e tij. Dhe padyshim dhe ajo që është më kryesorja që mund duket, tash kjo normal mbetet të analizohet, dallimi ndërmjet zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe këtyre është se lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit do të ka qeverisur deri në atë kohë ka qeverisur e vetme, e pa sfiduar nga askush, mirë po nuk është që ka prodhuar rezultate impresive elektorale. Dhe ajo ju ka shmangur ballafaqimit publik pikërisht për temat të cilat ka qenë përgjegjëse kryesore sa i përket jetës ekonomike dhe sociale dhe që nuk ka arritur të krijojë rezultatet e prekshme në terren. Pra, anashkalimi i debateve publike, do thotë në studio, do thotë mos ballafaqimi me kundër argumentet e tyre është bërë me qëllim strategjikisht që të shmanget edhe ballafaqimi me këtë qeverisin e saj 4 vjeçare. Ndërkohë sot nuk është tema ajo. Do të ne sot tema kryesore është ajo që një farë mënyrë lëvizja vetëvendosje ka arritur me sukses ta imponoj kush është fajtori, pse ne nuk patëm institucione të dalura nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Pra,
mos pjesëmarrja nën shkurti dhe pjesëmarrja Diskursin e Glau Konjufsës nuk e shihni si përpjekje të vetëvendosjes për të kriju një model, një urnek tjetër të komunikimit me veç përpjekje për ta mashtruar opinionin publik që ne gradualisht po normalizohemi dhe se të paktën për të tentuar që për ta grabit ndaj vot të ajo shtresë pa përcaktuar por të shtresë pa përcaktuar politike në shoqëri e cila nuk është militanteske dhe nuk është e paracaktuar se për kënd të votoj, por që ka pasur një lloj dyshime dhe frike në raport me çështjen agresive që kanë ndjekur lëvizja vetëvendosje. Është, domethënë, këtu është nuk kishte një mend. Jo, absolutisht, është vetëm një ndrrim kozmetik për të realizuar, për të maksimalizuar potencën elektorale, sepse lëvizja vetëvendosje mbetet ajo që ka qenë, nuk ka hequr dorë nga pretendimi ose gjithçka ose asgjë, ose krejt ose heq. Ky është parimi kryesor politik i lëvizjes vetëvendosje, por tash kjo është përpjekje për të relativizuar fajin për këtë dështim një vjeçar. Legjitime elektorale. Në rregull është. Tash është detyra ime për ta analizuar. Gjuna e aspektin akuzat, demonizimin, në rregull, këto e quaj një sukses politik të lëvizjes vetëvendosje. Sot lëvizja vetëvendosje nuk përballet sepse lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e vitit 2021 ka pasur ngritje të jashtëzakonshme elektorale duke i demonizuar edhe të tjerët si janë pengesë për qeverisjen e saj. Prej 2021 deri në vitin 2024 ka qeverisur e pasfiduar. Kush është fajtori kryetëstar për dështimet që ka ndodhur në jetën? Dhe sot nuk është ajo temë. Sot nuk është kjo temë. Sot është tema është LDK-ja, PDK-ja, apo kush janë fajtorë pse ne nuk patëm institucione. Prandaj rikthimi i subjektit politik të lëvizjes vetëvendosje në studio televizive po bëhet me një strategji të mirë kalkuluar në përputhje me agjendën e saj elektorale për kërkimin e fajtorit kujdestar për vakumin institucional që e ka pushtuar. A mund të jenë edhe në pani nga matet që mund të bëjnë? Dy janë, thash, se prapë thamë ne nuk kemi dhëna të sakta se si ka Glau Konjufsa që e dikton. Jo, kjo është një marrje të madhe politike. Jo, unë besoj Glau Konjufsa është vetëm aty në këtë rast është vetëm një instrument për të tentuar të me relativizu domet që janë kriju në aspektin politik dhe publik nga sjelljet e drejtanishme të lëvizjes vetëvendosje, por jo për të dhënë shenja të korrigjimit e të përmirësimit, sepse në momentin, ai nuk kërkoi falje për gjuhën ofenduese ndaj Ramosh Haradinajt. Por mbajti një opinion tjetër. Lëvizja vetëvendosje është plurale, dikush mund ta ofendoj Ramosh Haradinajt, numri 2 i lëvizjes, numri 3 ose ndoshta është në listën Guxo, ka pasur atë gjuhë, ndërkohë ky nuk e dërëncoi atë gjuhë. Po për mua tha Ramushi është hero. Ose lotët e nënës së tij janë lotë të dhimbjes, por nuk kërkoi falje, nuk u pendu për atë gjuhë që kanë përdorur edhe në raport me sa i përket sulmeve mediale. Nuk kishte ndërgjegjësim, nuk kishte do thot një lloj sinjali, nuk kishte transmetim të një mesazhi që kjo lëvizje një herë për gjithmonë do të heq dorë nga këto praktika, por do të luajë me një kartë tjetër, me dy gjumë. Do të njëra gjuhë e ashpër që e përdorin militantët e kësaj lëvizjes vetëvendosje, dhe në anën tjetër Glau Konjufsa pastaj për të relativizuar gjuhën ekstreme të përfaqësuesve të tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Pra kjo është pak a shumë ajo skema e policit mirë dhe policit keq që luhet zakonisht në opinionin publik dhe në mënyrë që të përfitohet edhe një bazë elektorale që është normale, që mos solidarizohet me sjelljet të atilla, mirë po gjen satisfaksion më pastaj të gjuha e Glau Konjufsës. Pra, koekzistenca e dy modeleve në funksion të njëjtës strategji elektorale dhe thelbi, se në zgjedhjet e nënshkurt lëvizja vetëvendosje nuk ka pasur fajtor kujdestar për pasojat qeverisë të saj. Nëse në vitin 2021 ka qenë Grenelli, ka qenë Hashim Thaçi, ka qenë Agim Veliu, kush ishin plot ato gogolet politik, tashmë kryesisht janë fokusuar, do thotë kanë provuar vetëm nëpërmjet personalitetit të Sami Lushtaku ta krijojnë një gogol politik. Ajo siç duket nuk u udhëheci sepse zhvillimet në Partinë Demokratike të Kosovës i demantuan pretendimet e tyre që ky subjekt politik është i kapur nga Sami Lushtaku. Absolutisht Sami Lushtaku dështoi me i realizu disa prej agjendave ti politike. Ndrënin supo që nuk e ka ndikimin siç është pretenduar. Komponenti i tij politik fitoi vota më shumë duke pas kundërshtar Sami Lushtakun. Insistimi i tij, siç e kam thënë edhe dje, për rikthimin e Fatmir Limajt dështoi, po shihet që nuk e ka
atë omniprezencë politike. Globalizimi i Samir Shtapit Ju dështoj. nuk Kjo ishte investimi i parë, kjo po që nuk përkon me faktet reale, atëherë duhet të kalohet në këtë strategji, do thotë që të tentohet që të krijohen disa fajtorë tjerë kujdestar, pse vendi nuk ka institucione, pse vendi ndodhet në vullën, po e mban vetëvendosja me Absolutisht po, se vendi s'ka institucione, vullën e mban. Në këtë drejtim po e mban dhe po arrin me sukses. Mirë ishte fatkeqësisht që t'i shmang ato që janë tema kryesore me cilët duhet të ballafaqohet ky subjekt politik, i cili ka qeverisur e totalisht e pasfiduar nga askush. Nuk ka qeveri në Republikën e Kosovës prej që i përcjellë zhvillimet politike që ka pasur opozit më dobët dhe që ka qeverisur më pak e sfiduar se lëvizja vetëvendosje. E tëra asaj që duhet ballafaqohet është vetëm me vetveten, për ta shmangë ballafaqimin me vetveten, i shmangu debatet në zgjedhjet e nënshkurtit dhe tash është rikthy për ta kërkuar për të amplifikuar edhe më tepër kërkimin e fajtorit kujdestar pse jemi në këtë situatë. Të vendosim për çfarë të padëshuar. Ja, Foluan me dy kapela. Me dy kapela. Dhe vendin e plet një tjetër vit në ankthin e madh socio-ekonomik, në kërcënimin e madh që vendi mund të kollapsoj pas pat formulë racionale të arsyeshme që t'i japin vendit shpejt institucione për të marrë vendime urgjente. Po tashmë ajo që ka filluar, do thotë, që ka filluar dje me Kurtin është përpjekje dhe insistimi i madh që të relativizohet faji. Nëse arrin lëvizja vetëvendosje të ketë sukses me këtë agjendë elektorale, atëherë kjo është përpjekja e saj kryesore. Faleminderit për këtë perspektivë. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.